Po, nga deklaratat që i ndëgjum, sot, domethënë mund të konstatojmë dy gjëra, që zoti Kurti ka eliminuar nga gara, Big Brother ka eliminuar nga gara dy kandidatë të cilët i kemi përfolur në këto studio, dhe është Vjosa Osmani dhe Glauko Njufca. Do të parën si reflektimi pamundësisë për të krijuar numra, dhe dytin si interpretim që asnjë antar i lëvizjes vendosje ose aktivist i lëvizjes nuk ka një pretendim për president. Por këta dy emra nuk janë sipas meje në garë. Çështja është se a do të arrihet të gjetë një emër për të krijuarat numrin e 80. Deklaratat ishin më shumë analiza të cilat i kemi bërë këtu në studio që rrafsh prej 28-it e tutje, cilat për shembull zoti Abdigjiku na tregoi rregullat edhe zoti Kurti tha jo, ma mirë ka 85 se ka 80 se muj me ra, mirë shumë ato veç kanë mujt edhe ma herët pak me i paraprik kësaj farpune, s'kanë pas nevojë me lënë në 9 ditë para datës skadimit këtë çështje, po ja që e kanë lënë dhe mirë që kanë filluar me fol, s'paku në 9 ditë përpara se kanë mujt me lënë krejt. Nëse bazohemi në vitin e kaluar si model të sjelljes, kanë mujt edhe deri me të katërtin më thonë jo, hiç s'na ran mend me fol. Çka unë po shoh është kështu. Do thotë zoti Kurti pak a shumë e bëri edhe një kornizim të çështjes. Tha që një zgjidhje me LDK-n është gati e pamundur. Sepse numrat e tyre janë të pamjaftueshëm për siguri në proces të zgjedhjes së presidentit. Kur tha që më mirë është me shku ka 85-shi, se 80-shi, dhe aty në një formë një marrëveshje gjithë përfshirëse, një konsenzus më të gjanë. Pikrisht. Menoj që aty e qiti synimin, dhe nëse ajo është synimin dhe emrat të cilat janë përfolur deri tash, atëherë ne kemi lehtë me konkludu që bëhet fjalë për një synim i cili mund të prek më gjanë se raportet partijake, që është një antar i familjes Jashari. Dhe unë besoj se ky jo veç që është synimi, po mendoj që do të jetë edhe opsioni i vetëm për të ndërtuar një shumicë në kuvend, sepse tani më kemi hinë fazën ku edhe çfarë do lloj negociate, edhe për një emër briljant që nuk na ka rënë mend deri sot, është gati e pamundur të ndërtohet konsenzus, kompromis politik, qoftë brenda subjekteve politike, qoftë edhe në mes tyre. Kështu që për një antar të familjes Jashari, besoj se bëhet fjalë dhe është e mundshme. Në atë rast, unë besoj se lëvizja vetëvendosje do të fitoj atë që e synon zoti Kurti, pra që të ketë një president ma shumë i cili mban një stabilitet të brendshëm politik, një amortizator politik i unifikues, dhe politikën e jashtme e merr gati se përsipër në tërësi. Të tjerët mund të evitojnë zgjedhjet të cilat nuk po i dëshirojnë dhe dalin me ftyrë prej një votimi të tjerë. Unë besoj që edhe Partia Demokratike dhe Aleanca për Armërinë e Kosovës do ta kishte teje të vështirë që një kandidat tillë mos ta votonte për president. Ata dhe mund mos ta votonin, sikur ajo të mos prodhonte zgjedhje, por nëse ai mos votim prodhon zgjedhje, atëherë besoj se do të mateshin 3 herë secila prej tyre. Kështu që do thotë në nëndit tashme kemi një opcion, mund t'jenë 2 opcione brenda familjes apo 3, atë po ta lë ty me vlerësu, por po e thëm atë që e kam dëgju si përshpërim, që është përmendur emri Bashkimi Jasharit e përmend edhe ti, dhe është përmendur po ashtu Murat Jashari që e përmendi zoti Hamza, është përmendur edhe Bekimi Jashari më herët, sidoqoftë mes këtyre treve mendoj që Bekimi Jasharit ka ca probleme në raport me emrin e tij brenda Partisë Demokratike të Kosovës. Regjia ja u dërgova një postim për çka shërben si problematik për cilën njerëz brenda Partisë Demokratike që janë deputet e shohin problematike figurën e Bekimi Jasharit në raport me çuarjen dorë apo vendosjen e votës në kuti. I merr